si moment. Edhe po ta them. Jo me tim ke bë më As të ndihesh keq me kurrë, s'kam dashur me bë. Por nëse e kam bë pa dashje. Po e ke bë. Tash ata mbaroj unë. Okej. Ata mbaroj të lutem se ti fole. Në momentin që e ke bë, Po bëken, ata mbaroj. okej, po nuk e kam mbaruar hala. Po jo ti mbarove se më fol tash një sekond. Prit një sekond, nuk e kam mbaruar hala. Në momentin që ti ke bë një keq, me dashje pa dashje më ke bë një keq, unë jam një keq në atë momente 30 sekonda e kam pas, në atë momente më merë dhe emri jo të me thonë se më ke bë një keq, dhe thash thjesht le të shef aj si është me kanë këpucët e mija, kaq. Kjo, po as për tu hakmer në asë një mënyrë. Unë e kam thonë se të ditën edhe më rame kam thonë, unë menoj që Mateo nuk dhe. Për mu hakmarrja është momenti që ti më dherë nominim, sidomos me 3 persona që kanë dalë për zarf zi. Edhe që mund fusin i thes me ato, jo prit marrë, t'lutem. Prit marrë, e para, e dyta, po prit jo tash të flas në unë, se s'do bëj monolog. Po prit do të mbaroj. Kurse për atë që the për Kristin, ta kam shpjeguar shumë mirë. Ja thash Kristit tu, edhe se kam thënë me asnjë lloj konotacioni me të mërzit ty kur më bë. Dolim prime, unë si bëj gjëna të dalin prime, ose di si funksionon këtu. Po prit pra. Unë tashi për herë të parë që kam pas këtë situatën me ty, e kam kuptuar si të vinë të pyesin njerëzit dhe kam kuptuar që nuk vjen asnjëri të pyesi tamam si shok, po të pyesin me marrë informacion. Edhe që të gjithë punon me bëj gjënat te kamerat, kur mblidhen kamerat, ndërkohë që unë i bëj kur s'janë kamerat. Edhe ke pulsanti, u thjesht nuk doja ta cekja fare, nuk doja ta bëja temë diskutimi. Nuk ishte çështja me të gënjy ty. O Mateo, ti mashtrove se ti mund tyr. Tjetër është me të kuptu, tjetër është me të kuptu. Po fakti është që ti mashtrove ti. Thjesht nuk doja ta cekja. O Mateo. Thjesht nuk doja ta cekja sepse nuk doja ta vazhdoja si muhabet. Nëse ja kena nis këtij diskutimi për me arrit, vesh një sekond, për me arritë një mirë kuptim, jam gjendje me vazhdu, nëse ti don. Sikur dje me arrit apet me uzon, atëherë jo. A ishe këtu duke fol me të gjithë edhe s'kam dëgjuar fare? Asun s'kam dëgjuar, edhe ti ke fol tërë ditën me gjithë, edhe the jo, po flisi këtu para të gjithëve. Unë isha këtu s'kam thënë llaf. Edhe e di pse s'kam thënë llaf? Se ti më the shpjegime do jap vetëm atit. Edhe s'ka ardhi moment me më dham shpjegim. Apo e kam gabim? Jo, po në momentin që... E kam gabim apo jo? Prit, në momentin që ti thu që një është keq, unë ja dha kohën tjetrit, kur e ndjen tjetri, me ardhe me bisedu për të gjë, kaq. Dhe ja jap shpjegimin vetëm këtij, edhe unë pranaj thash po pres, nuk po ndërhyj fare. Se thash dhe herë, unë s'du me bot madhe apo ta bëj për show siç e bëjnë ca tjerë. Për asnjë moment nuk kam dashje ti të ndjesh keq, për këtë ti je e sigurt. Edhe kjo ka qenë arsyeja që s'kam dash me seks si muhabet ke pulsante. Se s'ka